Mirë se ju gjeta, doktor Neida. Ju falenderoj shumë. E para njerë ju falenderoj që ju ishte përmëtarja kryesore dhe e para e cila të zbatuat këtë projekt kaq të rëndësishëm për fëmijët, për të ardhur në ndihmë fëmijëve të vegjël. Ky projekt është hedhja e atropinës në sy me doza shumë të vogla 0025, 005 dhe placebo te fëmijët nga mosha 3 deri në 18 vjeç, me qëllim që të parandaloj ose ta mbaj konstante rritjen e numrit të miopisë. Ne jemi renditur i dyti në Evropë, sepse ky projekt nuk zhvillohet vetëm në qendrën tonë, por zhvillohet në 3 qendra të Italisë, në 3 qendra të Anglisë, në 1 qendër të Polonisë dhe në 3 qendra të Spanjës. A ka fëmijë të tjerë që kanë shfaqur problematika të tilla, mundësinë që të jenë pjesë e këtij projekti doktoresha? Ka shumë fëmijë, të cilat ne nuk i identifikojmë dot për arsye sepse jemi vetëm një qendër e vogël, por që e kemi bërë dhe po e bëjmë apel për të gjithë okulistët që janë në rrethe, fëmijët të cilët i plotësojnë kushtet për të futur në këtë program, të jenë nga mosha 3 deri në 18 vjeç, të jenë miopi që rritet, ka ardhur duke u rritur me kalimin e viteve, të jetë numri më i madh se 0,75, të mos ketë diferencë midis dy syve më shumë se 1,5, të mos ketë tensioni i syve më shumë se 21, dhe të mos ketë astigmatizëm ose cilindër që quajmë ne më shumë se 1,5. Të mos ketë xhama miopi kontrollues, domethënë kanë disa ekskluzive, prandaj dhe fëmijët janë kështu, por këtë po e bëj për okulistët e rretheve, të cilët ti identifikojnë këta fëmijë dhe ti paraqisin te kabineti jon për të marrë medikamentin i cili ka rezultuar shumë efikas në kontrollimin e rritjes të numrit të miopisë. Ka dal kiti, ilaçi që do t'i hidhet në sy. Ilaçi është një përdorimsh dhe do hidhet çdo natë në sy për 2 vite. Dhe çdo 3 muaj pacienti do vi përsëri në kabinetin jon, do bëj të gjitha ekzaminimet dhe do marrë ilaçin tjetër. Shpreh edhe një herë falënderim dhe mirënjohje për juve, zonja drejtoreshe, e cila bë të mundur që të trajtohen fëmijët nga gjithë Shqipëria dhe të parandalohet rritja e miopisë. Ju falenderoj shumë. Falënderim dhe mirënjohja është për ju, për gjithë stafin, të cilët punojnë çdo ditë me përkushtim.